Mijn moeder een school. Qoftë se shkon që tash nevojë më jadon kom me dur, brevisht ta shoh. Gjithmonë ka ëndruar një botë pa kufizime. Fëmijëria e saj nuk ishte si moshatarëve të tjerë. Blerina lëviz vetëm me karrocë, e shoqëruar pothuajse çdo herë nga babai. Rrëfimi i saj nis me kujtimin nga shkolla e fshatit, ku përfundoi 9-vjeçaren. Unë në atë e komandër nuk këtyn shkollë. E tash jam në gjithë në klasën e 10. Po për shkak qasjes nuk jam të shku. Mu merë madher shumë. Merë shumë shkollë. Merë madhe për shokë, për shoqe. 18-vjeçarja nga fshati Grashtice e Prishtinës, po përballet me sfida e barriera shoqërore. Asnjëherë nuk fajson të tjerët, ani pse ka dëgjuar fjalë që e kanë lënduar shumë. Kur jam këma e vogël më kanë thënë, a e rëzojnë a Blerinën, sa në ndryshme po, nërma nuk i donë fajtë, na jena kanë fëmi, në klasë 2 ose 3. Lëvizja është e drejtë themelore se cilit njeri në botë, por Blerina në mungesë të pjerinave në shkolla, pas përfundimit të 9-vjeçarës, nuk vazhdoi shkollimin. Jo në mësim të rregullt, por së fundmi, po vjen klasën e 10 vetëm me provime klasore. Në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët në Kosovë janë të regjistruar mbi 212.000 nxënës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, vetëm rreth 3.700 fëmijë janë me aftësi të kufizuara. Megjithatë, nuk dihet se sa është numri i fëmijëve, të cilët janë jashtë bankave shkollore. Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, arsimi fillor është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për tu arsimuar sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij apo saj, thuhet në Kushtetutë. Sfida më e madhe që hasin gjatë jetës së tyre, domethënë deri në moshën 18 vjeçare, është qasja fizike në shkolla, ku shumë prej tyre edhe e kanë të pamundur vijimin e shkollimit për shkak të qasjes fizike, e cila fatkeqësisht mungon në shkollat tona, në shumicën e shkollave tona. Gjithashtu sfida tjera është pranimi në shoqërinë, paragjykimet të cilat ndodhen në shoqërinë tonë. Fëmia i 6 i familjes Krasniqi, e cila është diagnostikuar me paralizë cerebrale, synon që një ditë të bëhet aktore. Ajo merr një pension nga shteti, por terapia që i rekomandohet nga mjeku te i kalon çdo herë këtë shumë. 215 i bjen kësaj me marë, 450 i merë këtu, dëmon e la që barna që i merë muj, i ka këtu, s'ka qare pa i marë, deshti, për jashtim, në pillogariti, dalet me kerë, ose ato ditë të humbna që shkojnë atje, ose çahane që ka pine në për qytete, ku shkojnë pa marë pra, si ato pillogaritë shkojnë largë. Edhe pa pillogarit edhe mjekimet, analizat që do të mi bazë do 2 muj, 3 muj, pa tjetër, fizioterapi tash centra hendikosit do kumësh mi përshije gjithë fëmijët këta që janë ato të regjistruar për me marrë fizioterapi, po duhet me bërë seancë ndikon 20-30 euro është një seancë, psikologjia ashtu është 20 euro, edhe ka nevojë edhe për lokoped, edhe lokopedi kushton. Unë për veti me llogaritë muj ndikon 800-900 euro nuk marr çesën kushtysh. 50-vjeçari nuk ka lënë derë pa trokitur për shërimin e vajzës së tij. Ai ka shpenzuar shumë, por asnjëherë nuk është ndihmuar nga shteti. Tira shumë, nuk është e kallajshme. Pa nuk s'u ja spjegon kërkojna. Veç ata që i kanë fëmijë këtu në shtëpi e dinë se tjetër kërkojnë ja spjegon. Se këtë mund me parazgjikuar, thonë pse s'po bën kështu, pse s'po bën kështu. Nuk mundesh me bë kurrë. Në asnjë drejtim s'u bën kurrë, veç që ka shkuar zoti.
Në kushte më të mira nuk po jeton as Resmia, e cila e vetme po e rrit vajzën e saj Leandrën. Që nga lindja gruaja nga Prizreni kishte vërejtur që fëmija i saj nuk po zhvillohet paralel me moshatarët e saj. Fatkeqësisht Leandra në lindje u dëmtu, edhe gjatë asaj kohe kanë vazhdu smundjet e saj na një mas një mi pos. Deri në moshën 5 vjetë e gjys nuk ka hecë. Leandra është diagnostikuar me paralizë cerebrale dhe vuan edhe nga epilepsia. 5 vjetë pas ardhjes në jetë ajo ju nështrua operimet me shpresën se gjithçka do të përmirësohej. Sot vunë prej të dyjave, është me paralizë cerebrale dhe me epilepsi. Leandra është u rrit, për Leandrën jam vetë babë, vetë nanë. Baba i Leandrës ka vdek, edhe me një fjalë, jena me të vërtet në atë pikë që për me na ofru dikush një ndihmë, ose qoftë për ilaqet Leandrës, qoftë për pajisjet që kësaj na mundën mi ofru për shkollë, për çka do që tjetë, do me thonë çfarë do lloj ndihme që mundet me ofru dikush është e mirë sa ardhneve. Leandra për momentin e ka 150 euro pensionin invalidor. Diçka që s'mund me amrri as terapin, e zheja kokës i kushton 60 euro, 20 euro kontrollat, 80. Një të shku në litar në 100 që s'po e mshel. Do me thaftu i përfshi ilaqet që i përdor kepra, përdor edhe Tegretol, është një shumë e parreqme se në njëjtën kohë e përdor edhe shurupin Supermint. Ai Supermint do po është ma i shtrajti. Vlera tina po është 88, 90, do me thënë muj. Në përpjekjet e nënës që të arrisë fëmijën e saj si të tjerët, ajo i vuan shumë vështirësi që po përjeton vajza e saj 11 vjeçare, në çdo hap që hedh deri në katin e 3 të shkollës, pas shoqërimin e asistentës. Hiç kur gjë tjetër nashta s'kisha dashur. Nëse i shkon që tash nevojë më ia dhon kom me dur, veç ta shoh. Atë krejt nashta atë borrën e saj, dhimbën e saj, na brek isha marrë për veti. Vetëm kjo, që me thonë me pas si shok të shoqet. Ministria e Arsimit më parë ka thënë se janë ndërmarrë disa veprime për qasjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla, ku gjatë vitit të kaluar janë ndërtuar 15 pjerina, ndërkaq këtë vit është paraparë ndërtimi 18 të tjerave. Pamundësia për qasje në hapësira publike konsiderohet cënimi i rëndë i të drejtave të njerëzit. Në nivelin lokal dhe në nivelin qendror nuk respektohen standardet me rastin e dhënies së lejeve të ndërtimit për qasjet e persona me aftësi të kufizum, edhe në ato raste kur këto standarde vendoset në pëlqimet dhe lejet për ndërtim, nuk monitorohen dhe nuk mbikëqyren mjaftueshëm. E njëjta nuk ndodh vetëm në ndërtimet nga sektori privat, por edhe nga sektori publik, që është edhe e bën edhe më të rëndë situatën. Ndodh edhe në hapësirat publike, në parqen që ishe në rrugë, në trotuare dhe në hapësira tjera. Në para është mungesa e masave të mjaftueshme nga shteti për me u garantu qasje në hapësirat publike. Dhe kjo mënaj është një cënim i rëndit të drejtave të njerëzit. Ndihmë institucionale jo, por së fundmi me 10 raste janë vizituar nga ekipe profesionale të klinikës së parë mobile në vend. Me mbështetje të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, po implementohet projekti Historia ime, Diniteti im nga Hendikos Gjilan, Inkluzioni, Hendikos Raniluk dhe Qendra për Inovacione dhe Zhvillim në 12 komuna të rajonit të Gjilanit dhe Ferizajt përfshirë dhe komunën e Novobërdës. Ky projekt adreson diskriminimin dhe dhunën e bazuar në gjini të gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara, si dhe nënat vetushqyese të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Alo. Dashnë me vuni vizitë me atë tona. A jeni te Vanesa? Jemi në teren 4 herë gjatë javës, një ditë e javës mbetet për raportim punës javore. Në teren i vizitojmë rastet në rajonin e Gjilanit, pra Viti, Kamenic, Ranilok dhe gjithashtu komuna e Novobërdës. Gjithashtu ky projekt përfshin edhe rajonin e Ferizajt. Operojmë në 2 rajone. Shërbimet që i ofron klinika mobile është shërbime sociale, e cila bëhen pra vlerësimi nevojave.
Bëhen vizitat e para në familje, bëhet vlerësimi i nevojave, mandej shpërndahen detyrat varësisht prej nevojave në familje, ofrohen shërbime psikologjike, shërbime infermerike dhe shërbime juridike. Tek shërbimet infermerike hyn edhe ofrimi i banave të përshkruara nga mjeku, të cilat i ofrojnë pa pagesë dhe mjeteve higjienike kur janë të nevojshme. Numër i madh i rasteve janë ndihmuar deri më tani nga rajone të ndryshme të Kosovës. Deri tash, janë 150 gra dhe vajza me aftësi të kufizume të përfshira në projekt. Prej tyre, 40 janë nënave të shujse të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Këto raste pra vijnë nga komuna e Gjilanit, Kamenicës, Novobërdës, Ranilukit, Ferizajit, Kaçanikut dhe Eleshanit. 105 prej tyre janë nga komuniteti shqiptar dhe 52 prej tyre janë nga komuniteti serb. Në kuadër të këtij projekti janë krijuar edhe grupe vetëpërkrase, ku ndihmohen gratë me mbështetje ligjore dhe psikosociale. Gjatë kontaktit me to, gjatë vizitave me klinikën mobile, kemi arrit me kuptu që në aspektin ligjor, sfida kryesore është mungesa e njohurive për të drejtat e tyre ligjore, si dhe mungesa e njohurive për proceset ligjore që ato mund të ndjekin edhe duhet me ndjek në raste specifike. Te personat me aftësi të kufizuar është e kuptueshme që pengesa fizike dhe komunikime ndikon në mos qasjen e shërbimeve, pengon qasjen e shërbimeve. Po në njëjtën kohë, këto gra përveç në aspektin psikologjik me fol, përveç duke lënë anash pengesën fizike, këto grupe, këto gra shpesh ndihen të diskriminuara dhe kanë frikë edhe nga stigmatizimi, edhe nga ndjehen pa mbështetje adekuate, dhe shpesh kjo i bën që ata të hezitojnë për me kërku drejtësi për të drejtat e tyre. Kjo është një ndër sfidat kryesore që ata e kanë, domethënë është mungesa e njohurive ligjore dhe mungesa e njohurive të procedurave ligjore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vendet në zhvillim si Kosova, janë 7 deri në 10% persona me aftësi të kufizuara. Të gjitha institucionet publike dhe private, ligji i obligon që çdo të 50 të punësuar ta kenë person me aftësi të kufizuara. Ministria e Financave nuk i është përgjigjur pyetjeve në lidhje me numrin e personave të punësuar nga kjo kategori, e as sa prej tyre marrin pension nga shteti. Jo, duke respektuar standardet ndërkombëtare që janë të njohura, po mund të them që edhe standardet mesatare apo minimale sipas kursit të Kosovës nuk janë duke respektuar dhe ndoshta momentalisht kjo është një kategori më diskriminuar në Kosovë. Ligji garanton të gëzuarit e të drejtave dhe mundësive të barabarta pa u përballur me diskriminim. Blerina, Leandra e shumë vajza e gra të tjera me aftësi të kufizuara po jetojnë me shpresën se një ditë do të gëzojnë të drejtat e tyre elementare.